Në fillim të javës që lëm pas, në Kosovë vazhduan rastet eklatante të pastrimeve etnike të territorit. Si gjithmonë në rastet e këtilla, së pari bëjnë rrëthimin e fshatit, granatimin, e pastaj këndërqërzën të gjallë e masakrojnë dhe në fund pasën djegja shtëpive për ta tretur e pyetur më shumë shpresën e kthimit se sa shkatërimin e pasurisë. Dhe gjithë kjo bëhet në një blokadë totale ndaj mjeteve të informimit dhe opinionit të përgjithshëm. Kësaj radhe, në shënjestër të pastrimit etnik të Kosovës, u gjet fshati Poklek i ri i komunës së Glogocit. Forcat ushtarake dhe policore serbe në Poklek të ri të komunës së Glogocit kanë bërë edhe një masakër mbi shqiptarët në Kosovë. Dëshmitarët e kësaj masakre janë edhe Sheqer Bytyqi dhe Tahir Tahiri. Lutem, mund të na thoni se si ka filluar aksioni i forcave policore dhe ushtarake në këtë fshat? Në ndëgjëm nga shtëpinë e kemi afër ngjarjes, diku nga 20 metra prej ngjarjes që ka ndodhur. Një vetur ashtu ka udhëtu shumë shpejt për komaran Goga shpeshherë, edhe në një moment në atë shtëpi është rrokullis. E kemi ndëgjuar ato që është rrokullu. Ka ndalë fëqinjë dhe e kanë ndihmu. Ata dhe e kanë ngritur në kamp. Edhe i poshtën pati në fëqinjë që largon ose do t'ju prejnë të gjithë. Do fëmijë kurështarë, kështu me pashka po ndodhë ato, ju na thu malet të poshtë nga fëmijëmorit, edhe e kanë pa. Mirë po, te i frikës kanë ikur. Fëmija, ato ka fillu proteksi dhe kanë fillu një gjuhë fëmin. Njëni për tyne edhe qenë ka i vdekun i vranë. Unë mendoj që ka qenë një skenar i caktum, i pregaditur, se nuk ka pas kurfar krishme, as nuk ka pas kurfar atentati në të. Ju, si dëshmitar, çka keni vërejtur tjetër pas vite me Poklek të ri? Çfarë veprimesh kanë zhvilluar forcat policore dhe ushtarake serbe? Pas tërheqjes të forcave armike, kam marrë së pari dhe këtu dhe kam parë që kanë gjuajtur të shterat shumë dhe i kam parë të masakruar trupin e Ardian Deliut. Që ndokritma para në jo të zakonshme për këtë mes, ndërkohë kanë fillu në do lëvizje të popullatës, se është një shmong të rrezikut, pastaj ka vonu shumë kanale se është forca të re, kritmat që janë shpeshtuar, kanë ndërhyrë këtë lagjen e re të Poklekut, një pjesë e popullatës të rive janë shmahu, janë larguar. Këtu është gjetë trupi e masakruar e Ardian Deliut, 16 vjeçar, ku e morëm dhe dërguam në shtëpinë e tyre. I cili është masakruar nga policia dhe ushtria serbe. Urani kam qenë shpejt me fëmijë që përgatit drejtën në burë me fëmijë konatit në konat. Krejt jemi konë shpejti, kanë fillu prismat. Kemi qelë dirën me këqyur që ka bo, nuk i pas që ka delë, krejt je konë rrëthume. Në Ahmetin prezencë fëmijëve, në prezencë grusë, në prezencë fëmijëve të vllazë, në prezencë nënës, flokë e kanë rrejt, ja kanë qelë automotin fët, i skurruar në gjak, ka fol, ja kanë qelë tjerën, ja kanë marrë tjerën, i kanë thonë qelë se ka thonë nga krejt këto, ja kanë qikë neve, na kanë qua Ahmetin e kanë nënë. Na kanë qua neve rrugës, na të shku rrugës, në të një shpi që janë shpërndati kontrolu, i kanë shu dherët, ata miljetës të mëzhnu me qelë dherën, të përgatit për skenarë, me bo veprat e ty në që është din, një miljetës i ri, ata e ty shu dherës, jenë morë vesh ata me vro militin, me vete, asha kanë bo një miljetës të ri, e kanë vro, e kanë du me zharsaf, edhe e nërë të nashtojt neve që na vrat ju. Ju na keni vro, ju po thuni s'kemi armë, na keni gjujt ju, neve vetë se na keni vro militin e të rëndimen e shpejt për një marë. Po na kanë që neve atje vërët ishin pa të bu mosën e popullësit atë. Gro, e thmi, e pleq, qka kishin mund me gjithë në shpija, ma me zdit, pa i kur spishtire, kur konë pa shku.
Na kanë qua aty, na kanë thonë që të bini. Unë no, si kish rapet në lëtë që aty. I kanë pru Ahmetin edhe pak ma vënë, kanë pru, për kanë pru, s'korru në gjatë. Në momentin kur kanë dorë gjoja, kanë qenë glogos, për në hyrjet e fshatit, kur ka mordë, e kom po që fshati ka qenë izatuar me policë, e kom ty kalimtar trasit aty, të më qapë ndodhë, të është rrotullu një automjet i policisë, të tash kanë fillu të shtëna, kanë orë forca të mbasë policisë, prej një njësonë që 150-200 metra, ju më strehue edhe kom vështrue gjithë fshatin. Prej aty, jënë ndetë fmiti, patë flesht, burat jënë nderë, të vjenë mlerë për para shtëpisë se për sanitësorët, pastaj në fut mrena, mas një kohë një orë që i kanë da gratë dhe fmit, i kanë qitë për jashtë, i kanë thonë me tesë rrugës për Vasilevë, dhe sa burat ma vonë, i kanë zirë dylda dy prej shpije, por e kanë zirë vlonë të Mahmetin, edhe Hajret Hajlinin, edhe i kanë thonë, sigurisht i kanë thonë këmisën në drejtim të kondër ku kanë qenë policia. Në dykun nga 100 metra, i kumë dëgju rapolt të policisë dhe ata e nëshni të dytë për të uhet. Mas një 10 minuta dhe kanë zirë dhe se përqorën, edhe kanë njësë edhe ata në drejtim, edhe ata e kanë pushkatu së këtë të dy. Në atë moment shkulla të punati me nejt, kështu që shem qitash, edhe ty nejt, për kur i kanë një 15 një krisme. Një armat rolla, dikur kanë orë ty shpeshtu, ty këtë krisma, ne mohim shelëm të kunata, 2 vojzat e kunati e burë, i pontën e ti i shpit sahitit e rrëk të në shpia, veç prishëm kur përhin. Në moment e rënë të në 5-6 milisajnë ka nuk di, 3 këtë në dëllëm, na morën neve na qita në bërqa. Shtë një heri që më duhet nalë, ta një kësha me shumë pësht, e kontrolin shpinë e konatit krejt. Na morën neve qështë 5-6 milit, me automat, na shumë qaturë në kukenë qatë, na ullën të fretni, edhe ta një bishë këta ka një krejt i kontrolu shpia. Të rejtë që ta në dhe shu që këta para mi e krejt atë. Po Kleku e Glogoci kanë nisë të ngjajnë në vendeve fantazma. Aty vërehen vetëm forca policore e paramilitare serbe, kurse banorët e tyre përkohësisht janë strehuar në zonat më të qeta. Ende nuk dihet saktësisht për fatin e 10 e më shumë banorëve të Poklekut e të Vasilevës, trupat e të cilëve sipas dëshmitarëve supozohet se janë transportuar me kamionin që sapo e patë gjatë tërheqjes së forcave policore. Fshati Poklek i ri është edhe një shembull i pastrimit etnik në Kosovë që akuzon dhe apelon.